Veç kënaqësisë, emocionit dhe spektaklit, sporti në tërësinë e disiplinave të vet rezervon gjithnjë edhe momente të vështira, madje hera herës dramatike, të cilat në jo pak raste kanë sjellë ndarjen nga jeta të shumë sportistëve, disa prej të cilëve emra të mëdhenj të botës në sporte të ndryshme. Ka nga ata kampion që gjetën vdekjen gjatë ushtrimit të sportit të tyre, të tjerë janë vrarë ose vetë vrarë, ndërsa të tjerë legjenda të sportit botror janë ndarë përpara kohë nga jeta si pasojë e sëmundjeve që kishin. Sidoqoftë, të gjithë kanë një të përbashkët, me gjithë ndarjen nga jeta, gjurmët që ata kanë lënë në sportin botror, vështirë se mund të fshihen. Nuk ka dyshim se ngjarja më e rëndë e vitit që lam pas në sport ishte tragjedia ajrore e Jaroslavit në Rusi, e cila i mori jetën 44 personave, mes të cilëve 37 viktima i përkisnin ekipit rus të hokejit në akull, Lokomotiva e Jaroslavit. Një avion Jak-42 që do dërgonte në Minsk të Bielorusisë ekipin e Lokomotiv Jaroslav për një ndeshje kampionati, u rrëzua pak minuta pasi avioni u ngrit nga aeroporti i Jaroslavit, duke sjellë fatkeqësisht ndarjen nga jeta të 27 sportistëve dhe 10 zyrtarëve të ekipit rus të hokejit, pa llogaritur këtu edhe 7 viktima nga ekuipazhi i avionit. Ekipi i Lokomotiv Jaroslavit, që ishte shuar thuajse plotësisht nga humbja e gjithë sportistëve në këtë tragjedi, u tërhoq nga pjesëmarrja në kampionat. Një nga tragjedit më të mëdha, pa diskutimi, ishte edhe ajo 23 tetorit, ku humbi jetën në pistën e Sepangut në Malajzi gjatë një gare të kampionatit botror të Moto Grand Prix, piloti i talentuar italian Marco Simoncelli. 24 vjeçari pësoi një aksident në xhirin e dytë të kësaj gare, duke u përplasur me pilotët e tjerë Colin Edwards dhe Valentino Rossi. Simoncelli kishte humbur ekuilibrin dhe më pas humbi kaskën mbrojtëse përpara se të goditej nga pilotët e lartë përmendur, çka solli edhe vdekjen e tij gjatë kohës që po transportohej në spital. Ndarja nga jeta e Simoncellit shokoi të gjithë botën e garave me motorra dhe funerali i tij zhvilluar në 27 tetor në vendlindjen e Simoncellit ishte nga më të mëdha të organizuar për ndonjë sportist në mbar botën. Fatkeqësisht në listën e emrave të njohur të botës në sport që gjetën vdekjen gjatë 2011-s përfshihet edhe një sportist me origjinë shqiptare. Konkretisht kampioni i botës në Thai box Besim Kabashi. 35 vjeçari, lindur në istok të Kosovës dhe që jetonte në Gjermani, u gjendi vdekur mëngjesin e 1 dhjetorit në apartamentin e tij në Myni, pa shenja dhune dhe gjaku në trup, teksa autopsia nxorri se Kabashi mund të ketë vdekur nga një mbidozë ilaçesh. Kabashi do të mbronte titullin kampion 2 javë më pas, ndërsa i kishte të hapur edhe një gjyq për rrahjen e një kamarieri gjerman gjatë festës së birrës në tetor të 2010-s në Bavari. Në 4 dhjetor të 2011-s, futbolli brazilian dhe ai botror do të ndahej përpara kohën nga një prej legjendave të këtij sporti, braziliani Sokrates. Ylli i futbollit botror në vitet 80 të shekullit kaluar, Sokrates u nda nga jeta në moshën 56 vjeçare, i ndodhur në një spital në San Paulo, ku ai ishte shtruar për shkak të një infeksioni të rëndë në rrugët urinare, pa harruar edhe 2 krize të tjera të rënda që ai kishte kaluar në stomak, ku kishte pasur hemoragji. Sokrates, i cili njihet ndryshe me pseudonimin Doktori, luajti me disa skuadra braziliane si Santos, Botafogo, Flamengo dhe mbi të gjitha Corinthians, pa harruar se ishte kapiteni kombëtarës së Brazilit të vitit 1982, e konsideruar skuadra më e fortë e të gjitha kohërave. Një tjetër legjendë e sportit botror, ndër më të mëdhenj që ka njohur historia e boksit, Joe Frazier, u nda nga jeta në 7 nëntor të vitit 2011. I madhi Frazier vdiq në moshën 67 vjeçare në shtëpinë e tij në Philadelphia, pasi prej kohësh vuante nga kanceri në mëlçi. Smoking Joe konsiderohet një mit për sportin burrëror të boksit, sidomos për vitet 60-70 të shekullit kaluar, duke qenë se Frazier arriti të ishte i pari që mundi legjendën tjetër Muhammad Ali në përballjen e parë mitike të tyre në vitin 1971. Ndeshjet e boksit mes Frazier dhe Ali janë konsideruar si ndër më të fortat dhe më të paharrueshme të gjithë historisë së boksit botror.
Garat e shpejtësisë me makina dhe motorra prodhojnë në më të shumtën e rasteve edhe ngjarjet më të dhimbshme në sport. Dhe në 2011, një nga këto ngjarje ishte edhe gara e 16 tetorit në pistën e Las Vegas, në garën me makina Indy, ku humbi jetën piloti mjaft i njohur britanik Dan Wheldon. Ky i fundit ishte 33 vjeç dhe kishte qenë më parë 2 herë kampion bote në kampionatin e 500 miljave të Indianapolisit. Gjatë incidentit ku u përfshin 15 makina, Wheldon ishte piloti më fatkeq që gjeti vdekjen, sidomos pas përplasjes së fundit me Charlie Kimball, që solli edhe përplasjen tragjike në muret mbrojtëse të pistës. Futbolli dhe sporti britanik në tërësi ka qarë në 2011 ndarjen e parakohshme dhe tragjike nga jeta të ish lojtarit të mirënjohur të Premier Ligës angleze dhe trenerin e kombëtarës së Walesit Gary Speed, i cili u gjeti vetvarur në shtëpinë e tij në Chester më 27 nëntor. 42 vjeçari Speed kishte një vit që ishte në krye të kombëtarës së Walesit, me të cilën kishte arritur rezultate të mira, ndërsa ende nuk dihet se pse Gary Speed u vetvarur. Gary Speed luajti me shumë skuadra në Premier League si Leeds, Bolton, Newcastle dhe Everton, ndërsa është një nga 3 lojtarët që ka luajtur më shumë ndeshje në kampionatin anglez. Sporti i boksit, ashtu sikurse është ndër më burrërorët, është edhe ndër më të rrezikshmit, teksa shumë emra të mëdhenj të boksit botror kanë kaluar sëmundje të rënda nga dëmtimet që kanë pësuar gjatë ndeshjeve. Por për kampionin e Azisë në peshat gjysmë të rënda, Roman Simokov, fati ka qenë shumë herë më i tmerrshëm. Gjatë një sfide për titullin kampion Azie kundër bashkëdhetarit të tij, rusit Sergej Kovalev, ai ka pësuar disa grushta të fortë në kokë, duke u rrëzuar në raundin e 7 në tapet, e duke humbur ndjenjat. Ai u përcoll menjëherë në spital, por pas 3 ditësh në gjendje kome, 27 vjeçari rus Roman Simakov humbi jetën. Edhe bejsbolli llogaritet ndër sportet që ka pasur humbje tragjike të sportistëve të vet gjatë vitit 2011. Një ndërtar është holandezi Greg Halman, 24 vjeçar, i cili u gjeti vrarë në shtëpinë e tij në Rotterdam. Sportisti që luante në SBA tek Seattle Mariners, e që ishte pjesë e kombëtares së Hollandës, u gjeti therrur në shtëpinë e tij, ndërsa si i dyshuar për këtë ngjarje u arrestua edhe vëllai i tij Jason Halman. Pavarësisht tentativave të mjekëve për të shpëtuar jetën, Greg Halman nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra. Dhe në fund vlen të përmendet një nga vdekjet më tragjike në sportin e futbollit, konkretisht ndarja nga jeta në 4 gusht të 2011-s e ish futbollistit të kombëtares japoneze Naoki Matsuda. Mbrojtësi 34 vjeçar posoi një atak kardiak në një seancë stërvitore që po kryente me skuadrën e tij të re, Matsumoto Yamaga. Pavarësisht se u dërgua shpejt në spital, Matsuda nuk e doli dot mban. Matsuda është një nga lojtarët më të mirë të historisë së futbollit japonez, pasi luajti 40 ndeshje me kombëtaren e vendit të tij. Në raste të tilla është e vështirë të gjesh fjalë për të përshkruar tragjeditë e këtyre përmasave, veçse një mesazh nuk mund të mungojë. 2012 qoftë një vit me sa më pak dhimbje dhe tragjedi në sportin botror.